njeriu, kafiri, kur do ta thrasin për xhehenem, dhe kur do ta shef xhehenemin me sytë e ballit, dhe kur do të bindet se s'ka ikja as shpëtim, ejnë el mefer, ku ti kjo Zot, kella la vëzër, ja sot nuk ka shpëtim, që atëhere diçka do thote, ja lejteni kun të turaba, asi kur ti shakon kafsh në dynjo, e tash të bofsha tokë, nga sa Allahu dhul gjelal, kafshët do t'i nxerë në ditë të mahsherit, edhe kafshët do t'i nxerë, do t'i rinjallë në ditë mahsherit, jo vetëm njerëzit, edhe gjinat, por edhe kafshët. Thanë, pse ja Rasulullah? Tha që t'hak meren me zvete, t'i lajnë borgjet që i kanë hi borgj njëni qetrit në dunjo, jo vetëm njerëzit, edhe kafshët. Po çfar borgji ka kafsha prej kafshës? Ajo me brina e fort e ka vra tjetrën, ja ka marrë ushqimin në ditë mahsherit. Allahu dhul gjelal do t'ja ndronë pozicionet, atë kafshën e fort dhe ta qetë të dobët, pa brina, ta vra sa ajo që ka vra në dunjo, e pastaj t'miren haket me zvete, pra edhe kafshët, e pastaj çka bëhet me kafshët? Bohen dhe, zhduken. Njeriu kur ta shef kafshën se zhduket dhe nuk futet në xhehenem, do thote ah mjeri ti shakon një kali, ti shakon një ka, ndash me brina, ndash pa brina, e ti shakon një gullake të mpritshin për vitin e ri, do t'ish për mu ma let, se tash që dola para Allahu dhul gjelal, ja lejteni kun të turaba, oh mjeri si kur t'i shakon kafsh, e t'i shabot tokë, e mos hinsha në xhehenem. Pse do të thotë o vllai dashur? Se nuk ka mësu, se nuk ka studiu, se nuk ka mendu, veshët i ka bajt për sërandi, o ndosha i ka shfridzu në haram, i ka shfridzu në haram, syt i ka bajt për të shfridzu në haram, tronin e ka bajt për të mendu keq, as njëherë mirë s'ka kujtu Zotin arujt. Subhanallah.